إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi I takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, njerëzit në këtë dunja janë të ndryshëm, njerëzit në këtë dunja nuk janë të njëjtë, andaj edhe qëllimet e tyre janë të ndryshme, andaj edhe qëllimet e tyre nuk janë të njëjta. Njerëzit janë në disa lloje, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi, na njoftoi që njerëzit në mesin e tyre janë 4 lloje, që secili prej nesh të sheh në cilin lloj është të njerëzve, në cilën shkallë është të njerëzve, në cilat synime, në cilat qëllime është njeriu në jetën e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innama ad-dunya li arba'ati nafar. Dunjaja është për 4 lloje të njerëzve, të gjithë njerëzit, ne që jemi këtu dhe ata që nuk janë këtu, të gjithë së bashku jemi në 4 lloje. Njerëzit janë në 4 grupe. Të shohim se cili prej nesh, unë cilit grup të njerëzve I takoj dhe ti cilit grup të njerëzve I takon. A jemi në atë lloj të njerëzve që Allahu është I kënaqur, apo jemi në atë lloj të njerëzve që Allahu është I hidhruar? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njerëzit janë në 4 lloje. Lloji I parë, grupi I parë, njeriu I parë, tha është ai I cili Allahu azza wa jall I ka dhënë atij dituri dhe I ka dhënë pasuri, dhe ai me diturinë e tij, pasurinë e tij e shfrytëzon aty ku Allahu është I kënaqur. Një lloj I njerëzve janë ata të cilëve Allahu ju ka dhënë dituri dhe ju ka dhënë pasuri, janë njerëz të pasur në mesin e muslimanëve. Mirë po, me atë pasuri ata japin zekat, me atë pasuri ata japin sadaka, me atë pasuri ata ndihmojnë nevojtar, me atë pasuri ata ruajnë jetim, me atë pasuri kontribuojnë në xhami, me atë pasuri bëjnë hajrat të ndryshëm, me atë pasuri e ushqejnë familjen në halal, me atë pasuri I ruajnë evladët, fëmijët e tyre në halal, me atë pasuri mundohen të jetojnë në kufit e fesë Allahut azza wa jall. Ky është grupi I mirë, I lavdruar të Allahu azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih fi yadi ar-rajuli salih. Sa I mirë është ai mall, ajo pasuri e mirë e pastër në dorën e njeriu të mirë. Kur pasuria bie në dorën e njeriu të mirë,
asaj pasurie I shihet hajri. Dhe kështu kanë qenë muslimanët e parë, dhe kështu kanë qenë sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ishte Ebu Bekri nga njerëzit më të pasur në mesin e sahabeve, sahabi I dalluar, I devotshëm, I pasur. Pasuria e tij, çka I bani atij? Ai arriti mendjen, ai ashtoi mendje madhësin, ai ashtoi kibrin, ai arriti gjitha ato cilësit të cilat I nxit shejtani në mesin e njerëzve. Apo pasuria e Ebu Bekrit ishte në shërbim të fesë Allahut Azza wa Jall. Ebu Bekri I pasur në krah të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në krah të fesë Allahut, në krah të nevojtarve, në krah të robërve. I liroi Ebu Bekri radiallahu anhu disa robër me pasurinë e tij në mesin e tyre, Bilalin radiallahu anhu, ndihmoi, kontriboi në shërbimin e fesë, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk më kanë ndihmuar ndonjë pasuri sa më kanë ndihmuar pasuria e Ebu Bekrit. Tha Ebu Bekri radiallahu anhu, tha, a jam unë ndonjë gjë tjetër përveç se unë dhe pasuria ime jemi për ty ja Rasulallah. Mirë po një pasuri e cila u shfrytëzua në rrugën Allahut Azza wa Jall. Kështu ishte Othmani radiallahu anhu, Othmani I pasur, sahabi I pasur, që në Medinë njerëzit kishin nevojë për ujë, ndërsa bunari ku merrnin ujë ishte I një jehudiut që u ajepte atë me pagesë. Othmani radiallahu anhu me pasurinë e tij shkoi dhe e bleu bunarin, e bleu pusin dhe e la atë në shfrytëzim të muslimanëve. E në luftën e Tebukut, në vështirësinë më të madhe të asaj lufte ku muslimanët kishin nevojë që dikush të ju ndihmon, doli Othmani radiallahu anhu dhe dha nga dora e tij, nga pasuria e tij 950 deve dhe 50 kuaj të cilët do të shfrytëzohen në luftën e Tebukut. Kështu ishte Abdurrahman bin Aufi, kështu ishte Talha bin Ubejdillah, kështu ishin sahabet e pasur të cilët pasurinë e tyre e shfrytëzonin në rrugën Allahut Azza wa Jall. Ky është lloji I parë, ky është grupi I parë I njerëzve të cilët kanë pasuri dhe kanë dituri. Atë pasuri e shfrytëzojnë aty ku Allahu është I kënaqur. Grupi I dytë, lloji I dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai njeri I cili ka dituri, mirë po nuk ka pasuri, ama dëshiron sikur të ketë mundësi edhe ai të vepron si I pari. Sikur të kem edhe unë të jap zekat. Sikur të kem edhe unë të jap sadaka. Sikur të kem edhe unë të ndihmoj në rrugt të Allahut. Sikur të kem edhe unë pasuri të shkoj në umre. Sikur të kem edhe unë të shkoj në haxh. Sikur të kisha pas pasuri të shfrytëzoj në rrugën Allahut. Ka zemra të njerëzve, ka zemra të besimtarve të cilat përmallohen për rrugën Allahut Azza wa Jall. Kështu sahabet banin gara, megjithse nuk kishin mundësi, shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, than ja Rasulallah, ne kaluan të pasurit. Subhanallah, edhe ne kemi këtë dert në shumë raste. Ne kaluan të pasurit. Me çfarë? Me shtëpijat më të mira, me villat luksoze, me tokat e shtrenjta, me veturat e shtrenjta, me pasurinë e kësaj dunjaje. Ne kaluan të pasurit. Mirë po sahabet thanë ndryshe, ja Rasulallah, ne kaluan të pasurit. Me çfarë? Tha ne falemi edhe ata falen. Ne agjerojmë edhe ata agjerojnë. Mirë po, ne nuk japim sadaka, ata japin sadaka. Ne kanë kaluar ja Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a doni t'ua mësoj një gjë që ju nëse e veproni do t'i mbrini, do t'i arrini ata? Po ja Rasulallah, tha thoni pas çdo namazi,
33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 herë Allahu Akbar. Nëse e thoni, do t'i mbrini ata. U larguan sahabet, filluan ta bëjnë këtë dhikr, mirë po këtë dhikr e dëgjuan edhe të pasurit, erdhën të varfërit përsëri. Ja Rasul Allah, po na mbrinën ata, na kaluan përsëri. Por çfarë arsye? Edhe ata e thonë këtë dhikr. E tash, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dhalika fadlullahi yu'tihi men yasha. Kjo është mirësia e Allahut, i jep kujt dëshiron. Mirë po zemrat e sahabeve lakmonin si ta mbrin atë i cili është para tyre me iman, me vepra të mira. Duke shkuar në luftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabeve, i kemi lanë në Medinë disa njerëz që nuk e bëjnë asnjë hap, nuk e kalojnë asnjë lugin, përveç se ata janë me ju në shpërblim, kanë dashur të vinë, mirë po nuk kanë pas mundësi. Ky është lloji i dytë, i cili dëshiron të kontribon, dëshiron të vepron, mirë po nuk ka mundësi. Zemra e tij është atje, veprat e tij nuk janë atje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fa ajruhuma sawa. Ata në shpërblim janë të njëjtë. Grupi i dytë e merr shpërblimin edhe të parit. Për çfarë arsye? Nga se ka dashur të vepron atë që nuk ka pas mundësi. Grupi i tretë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai njeri i cili ka pasuri, mirë po nuk ka dituri. Atë pasuri e shfrytëzon në gjunahe ndaj Allahut azza wa jall. Ky është një grup i njerëzve të cilëve Allahu ju ka dhënë pasuri, kanë biznese të ndryshme, kanë pasuri të ndryshme, kanë me bollok të shumt në këtë dynja, ndoshta rrogat e tyre janë të larta, pasuria e tyre është e majme, ndoshta nuk ja din kufirin pasurisë së tyre, mirë po me atë pasuri. Kjo është fatkeqësia më e madhe, me atë pasuri i blejnë gjunahet e tyre. Me atë pasuri i blejnë haramet e tyre. Me atë pasuri e blejnë xhehenemin e tyre. Allahu na ruaj. Këta njerëz të cilët nuk e japin zekatin, nuk japin sadaka, nuk ndihmojnë aty ku do Allahu, nuk shpenzojnë aty ku Allahu është i kënaqur, pasuria e tyre shkon në alkool, pasuria e tyre shkon në kazino, pasuria e tyre shkon në zina, pasuria e tyre shkon në kamat, pasuria e tyre shkon në gjunahe ndaj Allahut azza wa jall. Këta njerëz janë të cilët e kanë gjunahun e madh ndaj Allahut azza wa jall. Dhe shembuj të tillë në të kaluarën kemi shumë. Në mesin e atyre Karuni, të cilin Allahu e përmendi në Kur'an, i cili pasurinë e tij e shfrytëzonte në hidhrim ndaj Allahut azza wa jall. Çka ndodhi në fund? Tha Allahu, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ne e shafitëm tokën në këmbët e Karunit. Gjithat pasuri Allahu e futi në tokë, së bashku me zullumqarin dhe me ndjemadhin Karunin, të cilin Allahu e përmendi në Kur'an. Ata të cilët kanë pasuri, mirë po nuk kanë dituri, pasuria e tyre është në shërbim të rrugës së tyre për në xhehenem. Dhe grupi i katërt, dhe njeriu i katërt është ai i cili nuk ka as pasuri e as dituri. Kjo është fatkeqësia e disa njerëzve. As nuk ka pasuri, as nuk ka dituri. Mirë po ky, me gjithë gjendjen e varfër që e ka, thot, si kur të kisha edhe unë, si kur të kisha edhe unë do të shkoja në për kazino. Si kur të kisha edhe unë do të shkoja në zina. Si kur të kisha edhe unë do të isha prezent në harame. Si kur të kisha edhe unë këngëtaret në mes të darsmës, në mesin e burrave, ja kisha hudh 5.000 euro apo 10.000 euro. Si kur të kisha edhe unë, do të kisha shkuar në pushime verore, në mesin e lakuricis, në haramet e mdhaja. Si kur të kisha edhe unë,
do ta kisha bë këtë edhe këtë. Gjitha ato harame që ky i lakmon, që ky i ëndron, ani se nuk i vepron. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Fa wizruhuma sawa", ky e ka gjunahun e njëjtë me atë para ti, sikur ti kishte vepruar. Ai i cili don me e ban një gjë, ai i cili don me e vepru një haram, ani se nuk e vepron, e ka gjunahun para Allahut azza wa jall. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha iltaqa al-muslimani bi sayfayhima", nëse dy musliman përballen me shpatat e tyre, nëse dy musliman i ngritin shpatat që ta mbysin njëri tjetrin, njani e mby tjetrin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fal qatilu wal maqtulu fi an-nar", edhe vrasësi edhe i vrari, të dy janë në zjarr të xhehenemit. Than: "Ja Rasul Allah, vrasësi kuptohet, mirë po i vrari, për çfarë arsye?" Tha: "Edhe i vrari ka dasht që ta mbyt vëllaun e tij, edhe ai i cili don ta mbyt vëllaun e tij dhe nuk arrin, e ka gjunahun. Edhe ai i cili don që ta ban një haram, nuk e mbrin, e ka gjunahun. Fa wizruhuma sawa", gjunahu i tyre është i njëjtë. Andaj secili prej neve apo asnjë prej neve nuk ban përjashtim nga ndonjë lloj i këtyre grupeve. Ose kemi pasuri dhe dituri, ose kemi dituri, nuk kemi pasuri, ose kemi pasuri, nuk kemi dituri, ose nuk kemi as pasuri as dituri. Ata të cilët janë në rrugt të Allahut, pasuria nuk ju ban dam atyre. Pasuria mund të jetë shkak që ata t'i çon në xhennet. Ai i cili nuk është në rrugt të Allahut, pasuria e tij do t'i ban dam, pasuria e tij mund të jetë shkak që ai të përfundon në xhehenem. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na jep pasuri e cila është halal. Allahu të na mundson që të jetojmë me halal. Allahu të na mundson të ushqejmë familjet tona me halal. Allahu të na mundson që t'i rrisim evladët ton me halal. Allahu mos të na ban prej atyre që pasuria jon shkon në haram. Allahu mos të na ban që ne me pasurin ton t'i blejmë gjunahet tona. Allahu mos të na ban që pasuria jon të jetë rruga e cila na çon në xhehenem. Lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.